Ne kemi po. Me më pyet mu, kandidati më i mirë për president është Ramush Haradinaj. Përshëndetje me që dashër, mirë se veni të dargedhe në analizë, shkojnë në vizën e rodhës, time Kadria, edhe Ardian Gjini, për tema për president. Njoni thot, po du, tjetëri thot, s'po du. Po ai që thot, s'po du, ajo është me lot krokodili, se ne gjithë e dim që ai don, po nuk është mundësia. Kështu që miq të dashur, shkojmë të dëgjojmë vitet që lutëm, të diskutojmë së bashku. I përcen krejt përmisat me pas të shenë dirë për shtetin, me pas një president të kalibrit Ramush Haradinaj, me histori. Çfarë nderi ti me Kadria, të tregoj pak ma vonë. Miq të dashur, për me kuptu videon, ne do ja shpjegojmë gjitha edhe ti me Kadris, edhe Ardian Gjinit, se çka o duft me bo Ramush Haradinaj për me arrit president. Edhe çka ka bo mirë, çka ka bo keq. Okej? Por, keni durim i lutëm, shiqoni videon deri në fund. Shkojna miq? Nuk dojnë me qenë pjesë e qeverisjes me këtë pushtet. Të refuzojnë. Edhe me na dhonë gjysër e qeverisë refuzojnë. Nuk e kemi kusht zgjedhjen e presidentit. Nuk e kemi. Tash, opo gënjen ti me Kadria. Aja po thot, ne kem deri me kona e president, ti po thunë ne garojmë. Nuk e kem qëllim. Por ne gjithë e dim që qatë qëllim e keni. Dhe qatë qëllim pe pritni që Albin Kurti me armë i thonë juve, hej, hadi se përjavi presidentin. Por, kjo mundet me ndodhë vetëm në ndër, për ndryshe shans teorike në ka. Sepse, jo që ka diçka kundër Ramush Haradinaj, absolut, por u du me pununat drejtim. Por me arë president, me bo president, duhet mas pari, 5 ditës parë që u i politik, u du me punu për atë dhej. Sikur kur të ndërtoj shpinë, për me arë deri të kulmi, duhet me bo themelin e fort. Okej? Kështu që mi shkojmë të dëgjojmë i lutëm, të diskutojmë së bashku. Edhe pse duhet me ju përsërit edhe ati edhe gjithë tjerëve, kish me qenë nderë për Kosovën edhe për gjithë shqiptarët me pas një president si Ramush Haradinaj. Po Jo përbes heq. Absolut përbes kur farë nderi si bon Kosovës Ramush Haradinaj si president. Pse? Vetëm kish dorim e të tregoj ma vonë. Vetëm kish dorim e të tregoj ma vonë. Nderi bon Kosovës si president, një njeri i shkollum, si Albin Kurti, si Glauko Njusa, e shumë e tjerë që kanë autoritet, që zbashkëpunojnë me shkije, me Melisën Sërbe, kanë fjallën pa keq kuptime, se tani më herë po dalin edhe po thonë, ja, po i thot bashkëpunëtori i Serbisë. Jo, Melisën Sërbe. Melisën Sërbe me Rado Qiqin, me kryesorin e tyne. Po, miq, e në gjojnë vidin, shkojna. nuk o kushti jonë, nuk jemi tu e kërku prej ti. E dim që po ka qith. Po ti kërkohë sot dush, se s'po t'jap kërkush. As po t'lut kërkush, as po t'pyt kërkush. Sa numra që i keni, mirini. Rreq aty se mirini. Me i thonë, për nuk jemi tu e kërku këtë gjo prej ti. Se dim që ka qef ato mos pe i thojmë, e me na thonë jo bre. Po jo bre, kitë sigur të gjeni. E, djeti që sa mirë pe din o burë. Bravo, respekt. E djeti që thot jo. Se s'munësh me kërku diçka që s'ta kon. S'munësh. Po mirë është kjo respekt për ty, që ti pe din. Me respekton ato, çka ke meritu. Çka të ka dhënë populli. Nuk jemi tu e kërku. Pik. Pik, po. E tash miq të dashur, edhe ti me Kadria, Gjini, ndëgjone s'ka thëke Ramush Haradinaj. Shkojmë. Saluti moj Severa, Milan Adresis. Например, verujem da i on ima svoju ulogu i svih koji su preteče. Neki iz Severa koji je pitan za sve i ja pričam i s njim. Aha,
Aha. E jo që të njeri po të me po presidenta? Kure e qojke në hava Radojqiqin? A ti me Kadria? Unë s'pe kuptoj. Po këtë ka alo, shkona miq. Radojqiq në bisedën telefonike nuk pranoi të jap shumë detaje për takimin me dy krerët e lartë të shtetit të Kosovës. Pse se shtoi në Shqip se bisedoi edhe me tjerë postaqit e Haradinajt. Po me Haradinën special, sepse në me të vërtet e ka pas shok të mirë. Po foli që ka deklaru vetë, unë asë ma shumë, asë ma pak. Vetëm që ka po i gjojnë arkiva, po i qesë. Një njeri që ka bashkëpunu me Radojqiqin, një njeri që ka pas shok edhe ka pyt Radojqiqin për gjithë shka Mitrovicën Veriore, një njeri që dhe kjo vetë për natë zonat në tona, është baba, a i s'ka vend për presidentës. Me një me është kë. President e meriton Glauku Njusa. A i s'po t'iren në parlament heq. A i është patriot adhetar. Ajo, për shamull, shko luft, pa shamull heq, shko lufto, din luft, vrojo, hup familjar, hup ata, për foli me keqardhje. Edhe në fund, thu kjo është për atë zonë është, cila zonë? Zona Kosovës. Mitrovica Veriore. është pak si turp, nëse e kupton ti me Kadria, edhe Ardian Gjini. Apo ndoshta asë është, për dikën. Shuna miq? Kuj që në vlasë. Drejtë sa që i kim poshet, me që të gjithim zatë. Nga zyra presidentit ende nuk janë deklaruar në lidhje me pretendimet se ai është takuar me Radojqiqin. Unë e shqiptarë, me vesh me sen, di me folë, me Radojqiqin shumë mirë, bisedaj. Me Radojqiqin shumë mirë, bisedaj. Bravo, Ramon Haradinaj, që me thonë, respekt për ty. Po, prit pak se bomba vjen mrapa. Ngritet aftakus ndaj 20 personave përfshirë Milan Radojqiqin, akuzohen për vrasje të 107 civilëve në Gjakov. Është ngritur aftakus Që thash, i nderuar Ramon Haradinaj, a keni fjalë me thonë? A që unë hala, që ke qytë për para, është i fort i asaj zone. Fort kësha pasë me ditë, i nderuar. A që unë hala, të fort këtë Radojqiqin ajo. Sepse të pat bo ikon, deri sa dhe në presidencë, në kryeministri, e pa të shtim rana, ti me gjithë thashin bashkë. Kon, u rrysin matë mëdhej të Kosovarve, të Kosovës. Vrasin matë madhë të Kosovës, që i ka vra Kosovarët. Unë këto s'pe kuptoj, edhe ta është delni, sikur ti me Kadria, thot valla Ramushi i plotëson të gjitha kriteret. Çfarë kritere plotëson Ramushi? A ki mundësi me na spjegu tash mas kësaj video ti me Kadria? Çfarë kritere që i plotëson Ramush Haradinaj? Shkojna miq? krime lufte kundër popullsisë civile nga Prokuroria Speciale e Kosovës ndaj 20 personave të dyshuar për krime lufte në Gjakov gjatë viteve 1998 deri në 1999. Ndër të dyshuar raportohet të jetë edhe Milan Radojqiq. Aftakuza ngarkon MK në cilësinë e shefit të sekretariatit të punëve të brendshme në Gjakov, RQ si ish komandant të njësive të policisë së posaçme, si dhe MD në cilësinë e ish komandantit të brigadës së 52 të artillerisë raketore. Të njëjtët bashkë me 17 të pandehurit të tjerë morën pjesë në operacionin ushtarako-policor të vrasjes së 107 civilëve. E thash, unë kam një pyetje për ty, ti me Kadria edhe Ardian Gjini. Me Radojqiqi,
Aty në parlament, a kështë bashkëpunu me ta Allah ile? A kështë refuzu? Qështë për refuzon Albin Kurtin për bashkëpunim? Apo ty Timi Kadria që sot e paske gjujt Albin Kurtin, sa pashën, e paske gjujt Albin Kurtin me vezë. Sikur me konë në farë, si me konë gjungull, jo në parlament Kosovës. Kisha pas që më tregu, qka mbrojte, për qëfar arsye e gjuve këto vezë? Dëshmetar të turp. Albin Kurti kur ka gjuve vezë, e ka mbrojt një kauzë. Ti qëfar kauzë e mbrojte? Gjithë shpjegoja publik, jo mu së në di. Kauzat e ju e a i di jo në shumë mirë. Tërgoja publik, me qëfar kauzë, me qëfar pretekstit dole e gjujit e vezë në parlament. Me të vërtet dëshmetar të turp. E ke bëko gjatë dhe vjetë. Po, ta shpeja di për nërë asaj gruës dvushtërisë, kur tha vjetë, naf ka mush parlamenti që banesha. Unë e mishë të dashër, me këtë fjalim të fundit, jelo, mire po shumë vitë radhës,